Përshëndetje, jemi në podcastin në Radar. Ditën e sotme do të flasim për një ngjarje që është regjistruar në Fier, ku një e mitur është dhunuar nga disa bashkëmoshatare. Për këtë do të flasim me gazetaren Laureta Roshi. Faleminderit koleg. Çfarë është kjo ngjarje? Ajo që bëri këtë ngjarje që të vijonte në debatet sociale nuk ishte këshëria se kush ishin këto vajza mostra, këto vajza të dhunshme, sesa ishte ajo pikpyetja e madhe që përveç se dhunës dhe bullizmit që po implementonin mbi një miken e tyre, mbi një shoqen e tyre, në kushtet e një izolimi në një banesë, atëherë po filmohej kjo dhunë. Pra përveç se ndëshkimit kjo dhunë u filmua. Çka do të thotë që sjellja kriminale ngrihet nga një nivel i momentit në një nivel të përllogaritur mirë, të marrë edhe si imazh, domethënë që nëse do të përdorej një ditë kjo video për presion psikologjik ose për shantazh mbi vajzën adoleshente që është rrahur në këtë mënyrë makabër, duke që do të funksiononte mirë. Pra një mënyrë kriminale e përdorimit të imazhit apo e raporteve mes së vet adoleshenteve. Kjo bëri që përtej kërshërisë të ketë një pyetje edhe ndaj institucioneve se çfarë ndodh me këto adoleshente dhe a kishin informacion. E para reagoi Drejtoria e Policisë së Fierit, e cila dha informacionin që kjo ishte një ngjarje që ishte denoncuar nga nëna e viktimës në datën 8 qershor në Drejtorinë e Policisë në Fier. Dhe natyrisht që me gjithë seriozitetin dhe gjithë peshën që barte kjo ngjarje, vajza 17 vjeçare bashkë me nënën e saj raportuan në polici që ajo ishte dhunuar nga dy bashkëmoshatare 15 vjeçare dhe ishte filmuar nga një 19 vjeçare. Pra, akti i dhunës përveç se kishte ndodhur, ishte filmuar dhe ajo që e trondiste më shumë vajzën e dhunuar ishte fakti se ky imazh mund të përdorej në dëm të saj dhe realisht ky imazh qarkulloi më pas në rrjetet sociale pavarësisht vendimit të policisë ndaj atyre vajzave që kishin prodhuar këtë video për ta mbajtur këtë video natyrisht të mbajtur, të konservuar, nëse do ta quanim kështu, sepse në fundet ishin imazhe që po provonin një vepër penale, po provonin sulmin fizik ndaj një bashkëmoshatare, po provonin heqjen e lirisë në mënyrë të padrejtë, çuarja në një banesë, ftesa në një banesë. Dhe më pas, përveç të dhunimit dhe bullizimit, edhe faktimi i këtij bullizimi kalimin në një imazh persekutues që do të ishte imazhi përmes krimit kibernetik, pra përmes telefonit që u xhirua. Duket që kemi një sulm i agresivitet ndaj vajzave në thonjza bobe, nëse mund t'i quanim kështu, të çmendura, të shkatruara psikologjikisht dhe se përveç se kësaj dhune mbi moshataren, po e demonstrojnë këtë dhunë, po e faktojnë në një regjistrim. E gjitha kjo ka ndodhur në një banesë të papërcaktuar ende dhe kërshëria pra u rikthye dje kur se çfarë ka ndodhur me këto abuzuese, shoqe abuzuese, se çfarë ka ndodhur me viktimën. Dhe natyrisht që pyetja u ribë në Drejtorinë e Policisë së Fierit, ku tha se një nga vajzat abuzuese ishte magjorene dhe ishte kaluar në prokurori, pra në një çështje penale me hetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë që për vajzat e tjera natyrisht janë thirrur prindrit dhe është konstatuar që ato do të jenë natyrisht në monitorimin e policisë, por vetëm kaq. Sepse ngjarja rikthehet në fund të qershorit në një tjetër formë. Njëra nga vajzat abuzuese mbri në Drejtorinë e Policisë bashkë me nënën e vet. Dhe kjo bën që ankesa e nënës së saj të risjellë këtë ngjarje në një tjetër format. Në formatin që jo vetëm abuzueset nuk duheshin lënë në pritje të vendimit të prokurorisë duke hetuar çështjen edhe për vajzën magjorene, por duhet ju jepej një ndihmë menjëhershme, jo vetëm me një psikolog, por një ndihmë menjëhershme e psikiatrit lidhur me gjendjen emocionale dhe sistemin nervor të vajzës së 15 vjeçare, një nga abuzueset pra, që edhe dallohet në video. Le të rikthehemi pra ta lëmë tek ky moment ku policia natyrisht që ka marrë ankesën e nënës dhe ka shoqëruar vajzën në një qendër rehabilitimi të shëndetit mendor në kryeqytet. Dhe ndalemi tek ajo që riktheu si reaksion videoja e vajzave adoleshente të dhunshme. Nëse ne duam ndonjëherë, si thot një mikja ime Nora Malaj, që ta fshejmë kokën si struci në rërë dhe themi shqyr, kjo nuk ndodh me fëmijën tim, kam një fëmijë student shumë të mirë, jam një nënë e suksesshme, etc. Nuk mund ta bëjmë këtë gjë. Kur pas ditëve ne dalim dhe shohim grupe adoleshentësh që edhe pse janë të veshur bukur, këndshëm, janë agresiv njëri me tjetrin, përdorin një fjalor me pull të kuqe, pa frikë do thonë kjo, vajzat e djem, shohim vajza që sfilojnë me ato pantallonat e shkurtra ku duken qartë pjesët intime,
shohim fëmijë me trupa fizik të rritur nga hormonet, por me makjazh të rriturish. E gjitha kjo duhet të jetë një pikpyetje shumë e madhe, domethënë se ta harish në një fazë të tillë kriminale, siç është historia që zgjoi kjo video nga qyteti i Fierit, do të thotë që ne si prindër kemi hequr dorë nga përgjegjësia dhe nga ushtrimi prindërimit ton, nga pjesë edukuese. Shkolla e ka mbyllur syrin sepse kjo ngjarje nuk ka ndodhur brenda ambienteve të shkollës, pavarësisht se vajzat janë nxënëse të shkollave të mesme publike të qytetit të Fierit. Ajo që doja unë, Mario, të veçoja në këtë dialog që po bëjmë ne të dy mbasi kjo ngjarje është bërë virale, ka qenë thirrja e prokurorisë sot, 2 ditë më pas, duke kërkuar që këto imazhe të mos qarkullojnë më, sepse janë realisht njëri viktimizimi i viktimës, por unë mendoj që janë edhe njëri shokim i adoleshentëve të Fierit, të cilët e kaluan këtë video duke kërkuar dhe i dalluan menjëherë se cilat vajza ishin, një pjesë e rrethit të tyre të klasës, ku ato kanë munguar rregullisht apo kanë shkuar shumë rrallë, një pjesë e rrethit të tyre shoqëror që ja u di historikun e familjeve, sepse më vjen keq të them, mund të ndodhte që të ishin edhe vajza nga familje milionere, siç ka qenë rasti para 6 muajve, që prindrit ishin shumë kapur në pasuri dhe në bizneset e tyre, dhe fëmia bëri të njëjtin veprim në një fushë sporti, pra dënuan një adoleshente dhe e xhiruan. Por kjo është një histori e përsëritur mes adoleshentëve në Fier. Ajo që të tremb është papërgjegjshmëria e reagimit dhunës, është sjellja kriminale edhe marrja e kësaj dhune të ushtruar edhe si një formë presioni me imazhe. Çka do të thotë që ne kemi çedukuar këtë brez për sa i takon fuqisë mediatike dhe ja vëm fajin teknologjisë, ja vëm fajin rrjeteve sociale. Nuk është faji as i teknologjisë, as që ata dinë më shumë se sa ne në teknologji apo në imazhe apo në tjerë. Faji është që ne jemi një shoqëri që po prodhojmë një brez pa shpresë dhe po japim hapësirën modeleve, në thonjza si modele suksesi, modeleve të botoksit, modeleve të lekut letër, modeleve të eskortave, që nga eskorta do të kalojnë pastaj në imazhe televizive apo imazhe reklamash. E gjitha kjo pra është një faj përbashkët në një, edhe një pikpyetje e madhe që çfarë shërbimesh morën këto vajza. Le të ndalemi te kjo histori. Historia është bërë publike këto ditë, por historia ka nisur të marrë një dritë përkujdesje në momentin që mbritëm në drejtorinë e policisë në Fier. Atëherë kur nëna e vajzës viktim, e vajzës së dhunuar, denoncoi bashkë me të bijën 15 me të bijën 17 vjeçare, që 2 15 vjeçare kishte dhunuar dhe një 19 vjeçare kishte filmuar. Pra, këtu themi çfarë shërbimesh mori vajza 17 vjeçare, çfarë shërbimesh morën 2 vajzat 15 vjeçare, çfarë ndodhi me 19 vjeçaren për të cilën prokuroria hapi hetimet. Dhe kjo e bëri të gjithë këtë sag të vuajtjeve të 17 vjeçares, që të ishte tashmë e tërhequr me nënën e saj, ndoshta me nevojën e një psikologu që për shkak të konfidencialitetit natyrisht nuk mund ta dim edhe shpresonin që të kishte marrë shërbimin e duhur. Ky shërbim nuk do të mungonte as për ato që ishin abuzueset, sepse ky shërbim i munguar për vajzat abuzuese bëri që vajza abuzuese, një nga vajzat abuzuese, të mbrinte bashkë me nënën e saj, tani në fund të qershorit, në drejtorinë e policisë të Fier, dhe të denoncoi nga nëna e saj për akte dhune, për largim nga banesa për orë të tëra dhe kthim në orët e para të mëngjesit. Çka ngre pikpyetje shumë të fuqishme, pra kemi të mitur, viktim, por kemi edhe të mitur që janë autor të veprës penale. Ky dyfishim i traumave vjen që të sjellë pikpyetje të mëdha lidhur me shërbimet reale që ne ofrojmë. Nuk po flas për ligjet që kemi të shkruar shumë mirë, nuk po flas për protokollet e punës që janë të shënuara tashmë dhe personat e diplomuar e dinë mish do të thotë një protokoll pune, nuk po flas për mekanizmat e kundërdhunës që mblidhen brenda bashkisë dhe mbajnë ca proces verbale me shënime të rregullta, që ti nëse i kërkon ato janë. Nuk po flas as për vendimet e gjykatës që dalin copy paste për sa i takon urdhrave të mbrojtjes pa përshkruar realitetin e familjeve apo gjendjen. Dua të flas sot, Mario, bashkë me ty dhe bashkë me kolegët e tjerë siç kanë folur, për atë shërbimin rast pas rasti që duhet të shkojë si fillim tek familjet që janë në nevoja ekonomike, te familjet që janë me njërin prind kryefamiljare grua apo kryefamiljar burr prind i vetëm, me familje të cilat kanë ikur prindrit në emigracion të krijojnë të ardhura më të mira dhe kanë lënë fëmijët të rriten te gjyshrit. Me prindër që jetojnë në zonat rurale dhe i çojnë fëmijët që të ndjekin një shkollë në qytet për të patur më shumë aftësi të mira dhe që besojnë më shumë kur ato kërkojnë leje për të qëndruar te shoqet,
apo tek ato dashuritë e para që bëhen pronar të emocioneve të vajzave adoleshente, të gjithçka që i takon një shoqërie tashmë kaotike për sa i takon vlerave të kulturës qytetare, jo konfidencialitetit dhe asaj që quhet jetë intime. Nëse ne dalim pas ditëve bashkë, do të shohim në të gjitha qytetet është kjo, por në Fier është më se dominante, kemi shumë të rinj veshur bukur, veshur këndshëm, por që sa po hapin gojën del ajo pullaj kuqe pipi, domethënë edhe në llojin e komunikimit njëri me tjetrin, edhe në ngritjen e zërit edhe demonstrimin e këtij vitaliteti përmes zhargonit dhe banalitetit, duke mos i përjashtuar vajzat apo djemt. Dhe kjo të bën që të jesh vërtet me një pikë alarmi që si profesionistët e shëndetit mendor, si personat që mirë administrojnë shërbimet lokale, çfarë po bëjmë ne sot për të ndihmuar prindrit në nevojë? Sepse një prind që ka një raport të shëndetshëm me fëmijën e vet, ndoshta nuk bezdiset nga kjo temë e rrallë, por është shokuar kur ka parë këtë video dhe pavarësisht se nuk ka qenë fëmia i vet, është tronditse se si ne si shoqëri po prodhojmë apo po japim produkt vajza adoleshente, fëmijë për nga emocione, se 15 vjeç janë fëmijë ende, me trupa me hormone të rritura, me makjazhe që mbulojnë drama dhe trauma të tyre. Sepse po rikthehemi edhe një herë tek personazhet e videos, pavarësisht se policia u tregua shumë korrekte dhe dha informacionin zyrtar, natyrisht duke ruajtur konfidencialitetin edhe të viktimës, edhe madje edhe të nënës 17 vjeçare dhe vajzës 17 vjeçare që po trajtohet në një qendër të shëndetit mendor. Tashmë, por prokuroria bashkë me informacionin sot në mesditë dha edhe një lloj presioni për të ruajtur konfidencialitetin. Dakord jam që të mos rishfaqen ato imazhet asaj video të dhunshme, por tashmë brenda pikpyetjeve të mia është edhe çfarë ndodhi me këto vajza që kur u bë kjo dhunë e prekshme në datën 8 qershor në drejtorinë e policisë së Fierit, dhe deri në fund të qershorit kur njëra nga abuzueset pra vjen tashmë me nënën e vet viktimë të kësaj dhune edhe të kësaj prishje të emocioneve. Laureta, a ka reaguar shkolla lidhur me këtë ngjarje? Nuk kemi më identifikim. E para njëherë kam filluar pushimet, fatmirësisht. E dyta, nuk mund të kemi reagime publike të shkollave, nuk ka rëndësi, do ta identifikonim personazhet mbase dhe janë identifikuar nga ratët e tyre, por nuk do sillte gjë kjo, Mario. Ajo që do ishte e mirë në të mirë të punës është edhe njëherë thash trajtimi i tyre psikologjik në terapi të programuara mirë, duke ruajtur konfidencialitetin dhe duke hyrë me themel problemeve të tyre emocionale, pasi njëra nga vajzat i ka të lexueshme ato probleme, njëra nga vajzat ka një prind në emigracion, tjetra ka prindin në burg për çështje të dhunës në familje. Janë disa elementë që tregojnë një shtypje të emocioneve të këtyre adoleshenteve dhe një bërje grupi me njëra tjetrën, një lloj grupi me halle të ngjashme, do ta quaja këtë pa frikë. Tatuazhet e tyre janë shumë të frikshme, njëra nga vajzat kishte një kalashnikov tatuazh në parakrahun e saj, tjetra kishte ditëlindjen e të dashurit. Sa më të marrësh seriozisht një raport kur je 15 vjeç, Mario, apo të konfliktuohesh dhe të rrahesh në dhunë fizike dikë që ka guxuar të afrohet të dashurit të X apo të Y-it. Domethënë janë disa momente që kërkojnë një prerje të tërthort për të parë jo çështjen kush e ka fajin, por unë do të thosha nga t'ja nisim pak më ndryshe këtë herë. Kemi dështuar deri tani, nga t'ja nisim pak më ndryshe. Ne si mediat mos i ripërhapim dhe ripërsërisim ato imazhe të dhunës, të mos kërkojmë më tepër për emrin apo për emrin e shkollës apo për gjërat, për përgjegjësitë. Mendoj që duhet të ketë lënë pa gjumë ajo video edhe mësueset e tyre kujdestare, edhe psikologin e shkollës tyre, edhe punojësin që është punojësi i sigurisë së shkollës, se vërtet ajo ngjarje nuk ka ndodhur në mjediset e shkollës, por ka ndodhur nga vajza që janë nxënëse të shkollave të mesme të qytetit të Fierit. Edhe një herë në fillimin e fjalës time, Mario, të rikujtova që është një ngjarje që u përsërit, sepse muaj më parë kemi patur po një video e bullizmit dhe dhune fizike mbi një vajzë në një mjedis të hapur në periferi të qytetit, po nga vajza adoleshente, po nga nxënësit të qytetit Fierit, të cilat përveç se e dhunojnë fizikisht vajzën, arrin ta xhirojnë atë dhe ta përdorin këtë video si mjet presioni midis grupeve të WhatsApp-it. Le të ndalemi në momentin e përditshëm se çfarë po bëjmë për brezin e ri, duke respektuar kodin etikës së transmetimit, por duke mos lënë pas dore edhe atë pikpyetjen e madhe që po e ngre sot që çfarë ndodhi, çfarë i ofruam këtyre vajzave, autore të veprës penale apo viktimë të veprës penale nga 8 qershori deri në fund të muajit qershor, kur është nëna e njërës prej abuzueseve që vjen në drejtorinë e policisë dhe dorëzon vajzën e vet.
Laureta, po vajzat që kanë dhunuar të miturën, prindrit e saj, e tyre më sakt, a kanë reaguar? Ndoshta në polici, ndoshta për mediat? Mario, nuk flas për këtë çështje që është në hetim, por do t'i rikthejmë asaj çështjes parë. Ku po të them që edhe herën e parë njëjti model dhune ishte, njëjtë mënyrë regjistrimi, po në fier ishte shumë për të ardhur keq, kur babai i njërës nga vajzat abuzuese erdhi në drejtorinë e policisë dhe numrin e telefonit e la gabim. Ishte një familje me prindër të divorcuar dhe vajza ishte në kujtesarinë e nënës. Për shkak se nëna ishte në emigracion, erdhi u paraqit babai, i thirrur nga policia natyrisht, por edhe ai e la numrin e telefonit gabim, kur dohet ta merrje mbrapsht që të pyesje për të. Nuk ishte vështirë për ta gjetur edhe rigjetur, por dohet të thoja që hile të tilla për të ikur përgjegjësisë penale vijnë menjëherë kur ndodh një vepër penale. Por mendoj që nëse shkon punojësi social apo punojësi bashkisë përpara se t'i japin ndihmën ekonomike, apo ndjek atë dinamikën e urdhrit mbrojtjes, të shoh realisht si jeton fëmia dhe të bëj një raport që ta dorëzoj, Mario. Nuk është të thënë që do bëja unë më shumë apo ti më shumë në një pozicion të punojësit social apo të psikologut të bashkisë, por dorëzimi i një raporti mbi protokollin e punës dhe kopsitja në një dosje nuk do ta çonte në këtë ekstremitet këtë situatë. Pasi një nga vajzat dhunuese ka një vrag në fytyrë. Ka një vrag që mund të jetë shenjë dhune, mund të jetë shenjë aksidenti, mund të jetë shenjë traume. Asnjëri nuk ka dashur t'ia di për të. Asnjëri nuk ka dashur t'ia di për to, nëse përpoliteshin me justifikimin për të mbajtur fajin e veprimeve prindërore, mungesën e financave për të qenë si të tjerat, nuk po justifikoj veprimet kriminale dhe sjelljen kriminale. Sjellja kriminale i takon tashmë psikiatrit për tu analizuar edhe atyre traumave të vjetra të fëmijërisë tyre. Por ajo që ne traumatizohemi përmes rikthimit të këtyre imazheve në media, duhet natyrisht të harrijë një ekuilibër përmes diskutimeve me profesionistë të shëndetit mendor, me avokat që kam pasur rastin të dëgjoj dhe me atë infrastrukturë të munguar në Shqipëri, si qendra riedukimi, riciklimit të vlerave qytetare, një imponim të rinjve që të mos e përdorin zhargonin me kuqe në mjediset publike, jo, po të mos e përdorin fare, sepse ndonjëherë dhe mos fshihemi mbas gishtit. Fëmijët tanë janë pasqyrim i mënyrës së jetesës brenda mureve të shtëpisë. Le të çelim këto mure, këto dritare të shtëpive për të hyrë drita, jo për dal konfidencialiteti. Kjo është ajo që dua të them, Mario, sot. Dhe një pyetje të fundit, Lauret, si është gjendja psikologjike e vajzës së dënuar? Ju e prekët paksa, por për ta kuptuar akoma më shumë. Ajo nuk është në burg. Vajza e madhe që ka mbajtur telefonin është natyrisht në hetime për këto vepra penale, kurse vajza tjetër që është shoqëruar në një qendër për shëndetin mendor është vajza që është denoncuar nga nëna për sjellje jo korrekte brenda familjes dhe për kthime në orë të vona. Kështu që këto janë disa elementë që prokuroria nuk mendoj që do t'i kalojë kaq lehtë, sepse ngjarja zë ngjarjen në shoqërinë tonë, do dalim ndoshta një ngjarje tjetër dhe do ta harojmë këtë videon e Fierit, siç haruam videon e mëparshme, u rikthye një video e ngjashme dhe na ngre atë sistemin e alarmit se ai kemi shërbimet sot lokale të prekshme dhe të ofruara rast pas rasti. Po vajza e dhunuar? Urdhro? Vajza e dhunuar, si është gjendja e saj psikologjike? Natyrisht se si mund të jetë ajo kur rikthehet kjo video, quhet riviktimizuar. Nuk mendoj se ka ndonjë rehabilitim nga koha. Nuk ka rehabilitim nga koha, përveç se ka rehabilitim me punojës shëndetit mendor, me rritje dhe vlerësimit vetes, me përmirësimin e raporteve prindërore, dhe me marrjen e përgjegjësisë së prindërve. Dështojmë, nuk është turp të thuar që po, dështova në këtë fazë, kam probleme me komunikimin, le të gjejmë një rrugë, le të gjejmë të afërm që ka më shumë besim fëmia, le të ofrojmë mbase edhe atë të vërtetën e jetuar, sepse shpeshherë fëmijët rriten shumë të pasinqert nëse sinqeriteti mungon mes prindërve. Nuk mund të marrim përgjegjësi, nuk themi dot që është faj familjeve që kanë nevoja ekonomike apo fakti është që duhet forcuar familja dhe ato familje që kërkojnë ndihmë në këto raste që bujisin të tilla histori janë familje që kanë kërkuar tashmë ndihmën. Duhet mos jemi të shurdhur dhe duhet mos jemi indiferent për të thënë që unë kam mirë në rregull gjërat e mia, puna ime mbaroi, kaq unë raportova ngjarjen, apo punojësi shëndetit mendor, unë isha pjesë e një mekanizmi, ne e deleguam, apo gjykata që po unë bëra një urdhër mbrojtje me ato letra që më solli policia, po dhe prokuroria, po ne po e hetojmë këtë për braktisje fëmijë, por ndërkohë që ajo nën mund të jetë pjesë e një trafiku apo e elementeve të tjerë. Shoqëria jonë sot ka nevojë për profesionistë të ndershëm për të zbatuar ligjin. Laureta, ligjet i kemi mirë. Laureta, faleminderit shumë që ishte me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë për gjitha detajet që përcove dhe faleminderit për kohën.
Mario. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.